cilat janë interesat tuaja. Interesat... Edhe si qytetar, natyrisht. Po, interesat tona, thash edhe njerë, me pas hapësirë pak më të madhe, me pas përkushtim më të madh. Si të fillu prej koncerteve, edhe pse kohën e fundit ka pas përkrajet komunës për disa aktivitete, që kanë qenë shumë të mira, edhe me të regu drejtën ka ardhur mirë. Pa marrë parasysh se cili kandidat ose cila qeveri ka qenë në pushtet, në komunë. Ka pas lëvizje pozitive. Po të thëmë edhe njerë, e kom një ndjenë, jo veçmone, që ka met në dishka e dorës dytë, dishka si e pablerë. Vetëm për interesat fushatës i aktivizojnë. Njerëzit i aktivizojnë artistat që me lobu me një farforme për me qëllimet e tyne. Mu po më pengon që kjo se shumë fjallë tomlja ka, shumë ka premtime, cilat disa pi harrojnë, nuk e di a dinamika jetës, i harrojnë premtimet që i ka dhonë një kandidat, edhe kur vjen dita X, atërë thujnë që ndodhi kështu. Po tja, a ki harru që ka ndodhi, a ki harru ato fjallë duhet mi gjetë me Google search ato fjallë tomla, ato premtime. Është probleme dhe mi gjetë ato premtime. Që ato premtime që i ka dhonë, ato nuk realizohen. Tash me qetë GPT, pak edhe ma bukur. Po tash po i shkrujnë, i regulojnë, mirë po të thëmë edhe njerëz, jo, gjithmonë lepër dhe dëshiruar situata, nuk bën me u shgënjy, nuk do të me qenë depresiv, po duhet me vepru, duhet me fol, duhet me dal me gjithë rrugën, se sot janë mediat, janë rrjetet sociale, ka desh zoti, ke mundësi komunikimi, vjen deri të mendimi ma shpejt, për para ti edhe ki dosh, për s'ki pas. Që une jam gjenerati që i kemi pas. I kaluar të qëtë, po. Periudat që kanë qenë shumë atë erta, periudat që kemi funksionu rëbri, edhe kemi depërtu. Me mesazh, me ide, me që kemi dasht na me propagu në atë ko. E sot do shkaj tjetër. Mirë po të thëmë dhe njerë, janë interesa, janë një frige që ditëshme. Është një frige që ditëshme e shumë njerëzve që ja vlenë edhe që duhet me kontribu. Nështë edhe kjo ndryshimet e përgjithshme kështu globale, që përbonë kjo rendi i ri, nështë të ndikon edhe të kjo. E përmende, kemi depërtu me dhënë mesazhin edhe me dhënë atë që kemi dasht. Hajtë ta lidhim këtë me punën tuaj. Kjo dita e sotme, me cilën këngë tënde e kishe ndërlidhë? Hajde, ta gjenje. Për Prishtinën a ke këngë? Për Prishtinën nuk kom. Për Prishtinën kom punu për dikon tjetër. Mirë po e kom pas një këngë vitet e 90-a, kur ka qenë një periudhë shumë e zymt, Kosovës, kushtuar. Edhe ajo këngë me të vërtet edhe sot kur të ndëgjoj edhe shokët e mi edhe familjarë edhe miq, e ka një mesazh shumë të mirë. Ku thotë se emrin Shqip do të shkruaj. Edhe unë e po them që na duhet me shkru emrin tonë Shqip, mos me qenë mon ato friga, ato që thojnë në dyshime, se qka po ndodhë me një, se ti s'ki pa siguri. E sot, po të thëmë edhe njëherë, Prishtina është vendi më i madh i Kosovës. Prishtina është qyteti i Kosovës. Prishtinës i takon diçka që e meriton. Edhe unë po të thëmë nuk e di tash kjo çështje ligjore që shërgullohet Prishtina shumë e madhe. Prishtinës nuk i mjaftën një kryetar komune. Nështë duhet 2 kryetarë komunës. Se qa që ka probleme, qa që në shtresu problemet, qa që është e hapur në situata në gjitha sferat, në infrastrukture, në pastrime, gjdo gjë që ka të bëjë me komunë, se që unë e dyshoj që mundet më arë një kryetar me shkop magjik me zgjedh këtë problemet. Unë e dyshoj. Nështë duhet mundo në 2 pjesë, në 3 pjesë rajoni, si në për disa venet botët që në të ndame, edhe mande e shofim na. E shedhet mirën, e shedhet keqen. Se i ki 2 kryetar, i ki 2 rajone, qëtu Prishtinë ti i takon, ku i shite tu, ishe edhe me tjerë qysh po funksionon qyteti. Po mendoj tash, se di. Na rritet konkurenca mu shvendos në për ato lagjet e mira, edhe ashtu të çmimet kanë shku shumë lartë. Unë po mendoj, nështë kështë me qenë... Natyrisht, faleminderit shumë, është një prej ideve që... Unë po mendoj se Prishtinës nuk i mjafton një kryetar, nuk mundet mi përballu krejt këtë stres të Prishtinës.